e maj men sikur sot kur unë kom nis me bu muzik, kur nana jam more florit e veta dhe i shiti për më mi dhanë mu me u bon. Tash kisha një frikë, çka nëse harroj që jam të shkrujt. Atë gjën që e kom, atë vije melodike që e kom bo kry, çka nëse e harroj. Këto vitet e mia që i kanë qenë kështu. Jeta jem këtë thënë ti është një këngë që e kam shkruar në një periudhë ku më është dukur se isha e vetme, edhe pse me partner. Kërkush nuk ka pse me ardhë me ta dhënë dorën, dush mu qu vet. Fajtori i parë që ti e fajson është partnerit që kin krah, sepse ti e vërbu prej asaj smirës që kanë ushqy të tjerët. Si e përkufizon ti si artiste, po dhe si Fifi dashurin? Nëse s'di me dashuruje i mallkum. Se marova, më steje, u tërbova, më steje, vetën harova, më steje, prek ma shpirti nëse do t'i theje. Çfarë i bëri dashnia jetës tënde? Më qënë në stas tjetër, më qënë në tjetër dimension. Duket edhe sikur i thua dikujt që sa shumë që don ti dhe dikush po të i kam kupton. fol vetës tam, fal, pse po dën çka të shumë kur kërkush nuk po e kupton çka ti po lyp edhe çka ti po thu. Diellin e kom hup, Diellin e kom hup me të dhe vetën, fjalës një pranon më as kjo letër. Mos meni më ftohet nga jashtë, mos meni më ftohet nga jashtë. E ka shumë bukur këtë pamjen e fytyrës, shumë pëlqen shumë të ta imitoj. Kjo është tamam pamje një vetë ndërtare, të mam bëj të bukur të mirë. Ma gje një këngë mua nga ato aty që ke që mund të më shkoj? po, për ty duhet të mendoj diçka tjetër. Okej. Sot në Inspire kam të ftuar një artiste që nuk këndon për famën, por për ato plagë që bëhen melodi dhe për ato dhimbje që janë të shndruar të gjitha në himnë dashurie, në këngët e historive tuaja të bukura të dashurisë. Është një zë që nuk ka nevojë për shumë fjalë sepse mjafton një këngë si Marova dhe secili prej nesh ndihet i dëgjuar. Është një vajzë që ka ditur të eci mes zhurmës, por gjithmonë ka kërkuar frymën e vet dhe po të flas me titujt e këngëve të tua. Fifi nuk është vetëm psikopatja jote, që i këndon dashurisë të trazuar me doza rreziku, kur këndon Jeta jem, është ajo ndjesia sikur secila grua që është ndjer vetëm edhe kur ka dashur të dëgjohet, ti i ke dhënë dorën dhe e ke shoqëruar në rrugicat e vetmisë. Kur thot akoma jo, që është refuzimi çdo kompromisi me shpirtin dhe kur na kujton dashni me raki, na bën të kuptojmë se dhe dhimbja mund të ketë humor dhe e vërteta mund të ketë gjithmonë pak ironi. Siç di vetëm ti. Shiko, në këtë podcast njerëzit nuk do dëgjojnë vetëm një intervistë, po do dëgjojnë një rrëfim të sinqert nga një zemër që ka guxuar të ndiejë thellë dhe çdo ndjesi e ka transformuar në art. Mirë se ke ardhur këtu në këtë studio ku shpirti yt është më i rëndësishëm se çdo notë muzikore që ke kënduar. No. I'm feeling too emotional. Çfarë është jam kështu ta vjen? Jo, s'ka të thoj. Ja, kjo veç po kanë. Më e bër shumë e bukur, një nuk e di, e bër të shumë elegante. Ke humbur pak peshë qëllimisht apo lodhja nga djali i vogël? Jo, shqyr zotit nuk e kam çunin prej aty në kalamajve që më lodh. Është shumë i mbar. Po harrej me hangër. Ai shumë punë ke, ë? Për zotin jam këtu. Por s'pankohem, jam shumë e lumtur në këtë pikë që jam. Tani ti themi këtë kam kërku. Këtë ke kërku dhe po e shijon. Sa më pëlqejnë njerëzit që thonë nuk u sakatova, nuk u lodha, ë? Nuk po mundohem. Sakatohem, lodhem, po kënaqesh. Po e shijoj. Dua ta shijoj këtë proces totalisht. Moment që nuk e shijoj procesin, atëherë lodhem. Po e shijoj shumë. Eksakt, kthehet në sakatim kur ti kupton që qëllimi është më i vogël se sa mundimi dhe përpjekja jote. Po, e vërtet, shumë e saktë. Kur qëllimi është i madh, përpjekjet mund të jenë edhe më titanike, po ti ama në fund ke realizuar qëllimin tënd. Çuni ku është tani i vogli? Çuni është në gjumë. Po flen tani, ë? Po. Kush ndihmon për djalin? Dado, e kam një dado që më ka shpëtuar jetën në raste kur më duhet me lëvizit, sidomos kur duhet me udhëtue çapo dion, atë kam shpëtimtarët të jetës time. Dhe unë që të vija vërdall për këtë intervistë dhe kujtoja se ti jetoje në Prishtinë, edhe isha kështu si në Jo. Si në merak për djalin, thash si do t'i them tani me një fëmijë të vogël të vi nga Prishtina ku ti të jetoj në Tiranë. Po pra. Jetoj në medrese. Po pse nuk e zgjedhur Prishtinën, po ke zgjedhur Tiranën? Çfarë të lidhi me kryeqytetin e Shqipërisë? Muzika. Muzika. Si fillim unë ka lidh muzika.
Pastaj kanë vazhdu vitet, u ambientova këto, ma veç zuna ven, zuna raj edhe mas nejna edhe u dashurova pra një fëmijë dhe tani jam e fejuar. Super, je fejuar, akoma nuk je martuar, ë? Jo. Po të presim të bëjmë dasmë bashkë atëherë, shumë mirë. Sa unaze ke në gisht? Ke disa? Jo, veç një e kam. Po jo tjetra? Ato janë kështu bizhu, ë? Fashion jewelry. Janë flori, po. Bizhu e motor. Nuk janë unaza fejese që ti ka bëri dashuri zemrës dhurat, doja të thoja. Jo, kjo është e fejesës. Okej, është guri çmoraj? Pa i besoj që po. Nuk është që kom shku me pyet sa leg po kjo. Tash që po e mendoj, të shkoj të pyesi herë. Se po ti toja në Hollywood do t'i kishin nxjerrë dhe çmimin e unazës, do thoshin që sapo i dhuroi dhe i propozoi me një unaz dhe gur kaq karat. Jo, te na martesën. mediat mirën me budalliqe. E las, mirën me këto gjërat. Po në fakt unë besoj që ti je nga ato vajza që dhe te ne qepo të kishe këtu në gisht, po ta jepte njeriu që dashuronte dhe ishe përsëri shumë e lumtur. Nuk dukesh fare materialiste ti mua. Nuk jam nuk kam qenë herë as nuk inshallah do Zoti nuk do infektohem. Dhe nuk më dukesh as nga ato vajzat që ti pret domosdoshmërisht diamant, apo të bëhet qefi po ta durojnë një. Jo, nuk më përshtypje fare. Se shumë vajza kanë qëllim vetvete i quajnë. Nuk më duket ndaj gjë që më thonë wow, diamant. Po se shumë vajza kanë krenari në kohën që jetojmë sot dhe duan që janë aty ku janë. Duan që të tregojnë se sa e madhe është dashuria e burrave që ju ka dhuruar duke demonstruar fort unazën që mbajnë në gisht. Dashuria nuk tregohet me material, dashuria tregohet me vepra, me sa të ofër, si të përqafën, si të kritikon, si ta jep dashnin, qysh ta ofron dashnin. Nuk, për mu, unë nuk e respektoj fare një njeri që mundohet me të mulu me dhurata me kështu, për me tregu që gjasme të do, apo ku digjon. S'më hen sy fare. O Fifi, e disa lumtur jam që je këtu sot ti. Edhe unë jam shumë e lumtur që jam këtu, për Zotin e madh. Për Zotin e madh, unë jam kaq e gëzuar që kam këtë energjinë tënde të mirë. Ti në çdo studio televizive ku ne kemi takuar bashkë, kemi takuar në disa studio të ndryshme. Ti lë një diell, nuk e di, lë një gëzim, ke një portret shumë të mirë, gjithë pozitivitet e ke. Nuk e di se si je ti kur mërzitesh edhe kur nevrikosesh. Diçka kam parë nga ato momentet e tua njerëzore të debulesës, po të nevrikosur kështu të dalësh ti nga shinat nuk t'kam parë. Jam kanë pa. Të kanë pa, unë jo. Më kanë pa te reality show, më kanë pa edhe të dal nga vetja edhe u gjykova shumë për atë pjesë, pse po bërtasun, pse ane i knej, po unë jem mirë, edhe unë bërtas, edhe unë kaj, edhe unë shprenohem, edhe unë qesh, edhe të gjitha i bëj. Si është raporti yt me të vërtetën tënde? Ke pasur ti ndonjë kompleks në fëmijëri që të kam vetë nga fëmijëria? Shumë. Kom pas shumë probleme me këtë gjën. Po si e fshehur, prapë e ke thënë apo jo? Patjetër, sepse nuk fshihem pas gënjeshtrës. Ma mirë e them një gjë që më dhëmb, edhe që do ju dhëmbi shumë njerëzve, sa të fshihem pas gënjeshtrës. Nuk e bëj dot. Në kohët e fundit ka pas raste që edhe e kom bo, edhe nuk më ka rezultu, e ka nuhat njerëzit që unë nuk jam e vërtet. Sepse unë kom dalë që në fillimet e mia, kom dalë edhe kom thonë 1, 2, 3, 4, 5. Kur kam qenë e vogël jam bullizu për peshën, kur kom dalë në gjimnazium bullizu për të kënumen, kom dalë në bërë të shkollës, kom dalë të fillimi i tabelës, në klasë, kom thonë qa ka nga dëni me kënu, o klasa jem, më kanë thonë këtë kënëja, kam fillu me kënu dhe ma kanë bo ha, në fund. Cila kënë ka qënoja, e mbanë mënd? Plët, Adele, qës kom kënu? Po pse qeshën dhe të bullizonin duhet të diun? Tash këtë nuk e di. Do ta di atëherë, do ta zgjidhja vetë, po se kam ditë. Por, e bukra e krejt kësaj situatë është që ku janë ata dhe ku jam unë. A ke pas ti një ëndër që përtej Shqipërisë dhe Kosovës e diasporës së shqiptarëve të rrokje një botë më të madhe, territore të reja, ti ishe artiste ndërkombëtare, shumë artistë shqiptar edhe të Shqipërisë dhe të Kosovës kanë tentuar, e kanë synuar, vazhdojnë të ndrojnë dhe punojnë. Ti e ke pasur në objektivat e tu këto? Jo, unë them shumë shpesh ma mirë me qenë një pari i katunit se i fundit i qytetit. Për mua është shumë e rëndësishme kjo gjëja edhe jetoj me këtë fjalin. Tani rrjetet digjitale kanë botë mundër që muzika jote mund të shpërndahet edhe me u shpërnda në çdo vend, nëse është e shkruar që domethënë nëse universi edhe
i madhi zët e kanë projektu të ardhën time që unë me pas një shpërthim ndërkombëtar, atëherë për mua është e mirë se ardhur, a do jem e përgatitur, do mundohem shumë ta përgatis vetëm para se ta marr ndaj hap matutje, por që momentalisht jam tu punu veç për këtë vendin tem. Dua muzika ime të dëgjohet këtu. Që janë planet e mia në kokën time, nuk dua as t'i flas, sepse po i fole nuk bohen. Kështu thon, po. Kështu që do rri urtë bot me kam tokë, jo me fluturu me atë gjën mrapa. Dëgjoj, me fshesën e Befanës. Dëgjoj, ose me prasin. Prasi Airlines, po. Dëgjoj, këtë muaj e kemi fantastike me gjithë gjëra të reja, po jo. Po qeshin me kompaninë e re ajrore. Prasi Airlines. E bukur. Po dëgjoj se shumë serioze jam për të ky podcast. Ndonjëherë duhet më dal pa nga vjet apo jo? Se jam unë sikur të tjerët. Jo, unë nuk pa njoh njerëzit, po unë jo që qesh, po domethënë jo vetëm që qesh vet, po bëj edhe të tjerë për të qeshur. Kam shumë sens mirë humor në fakt, sidomos kur flas si Byrazei pe Korçë, kur flas si Korçar njerë jam e di si jam, kur flas si Korçar. Ama bëj pyetje kështu të intervistës si Korçar. Ta bëj si Korçar. Ja të shkruaj, të shikoj çka kam shkruar këtu një në muzikën tënde duket sikur shpirti yt është O Korçaro hiç fare. O Korçaro hiç fare edhe gjithë çka me të. Dëgjoj, në muzikën tënde duket sikur shpirti yt është gjithmonë lakuriq. Po. I bëj një kështu si grep në fundin. Po. Si e ke ndërtuar marrëdhënie me veten për të mos u trembur nga kjo zhveshje emocionale me fifkë? Domethënë është pyetja që bukur më ma thon Korçar. Fifkë, do të sapejt ka të keqen nëna. Jo. Do të bëj sapejt ka me gjalp me. Ishte shumë e bukur pyetja. Se po më thonë më. Dëgjoj, unë kam shumë dimensione nga këto të lezetshme, kështu që kur pi një gotë verë, nga shoqërisht që se të pi vetëm bra. Jo, tani do pi vetëm pi energjike, se sot kam qenë pak si e përgjumur gjithë ditën, nuk e di pse jam lodhur se jam kthyer vonë nga jugu i Shqipërisë. Edhe duhet të pi pak. Më alket nga gjumi. Alket ka lindur e zgjuar. Je kështu është jam alert. Shiko, ke ndonjë tani s'bëjmë dot më serioze se po e filluam unë dhe ti. Ke ndonjë plak të fëmijërisë që ke tatu në zemër, diçka që nuk është shëruar, që ka lënë një vrag. Që mbas e shëruar, po ka një vrag, aty që sa reprekt kujton një dhimbje, kujton diçka me cilën ke punuar shumë e veten. Po. Situata e familjes tem më ka met kështu peng në jetën tem, pse s'kam qenë e madhe kur kam qenë e vogël, më unë muçi atëherë familjes tem. E them shumë shpesh vetës. Edhe sa herë preket kjo tema e fëminis, e vetmja gjë që më shqetëson edhe më jep mërzi është, po në njëtën kohë më jep mërzi, po edhe më jep një farë energjie qaq të mirë, sa thom, o Zoti i madh, shqyr që nuk i këna pas kushtet e mira, shqyr që prindemi ma kanë mësu vlerën e çdo gjëje, çdo detaj, dhe me thonë, vlerën e bukës, edhe aty në troshave, a ju thoni trosha jo? Grimcave të bukës, jo nuk e thërimeve, kur i mbledh, me i hedh në plena mos me i shkel në tokë, edhe aty një au dirëncin. Ma kanë mësu shumë mirë me respektu, ma kanë mësu shumë mirë qysh mos me mashtru, qysh mos me vjedh, qysh mos me rajt, edhe për që ata prindë mi i adhuroj. Se dola nga tema në tem, po e vetmja gjë e fëminis tem që më kujtohet është vujtjet e prindëve të me që dua shumë t'i shuj. Po mundohem çdo ditë më shumë me e bo, po uroj Zotit që me pas shumë forcë me përballu unë bashkë me ata për me vazhdu tutje. Shiko, ti që sot fiton vet, krijon mirëqenie vet, je një vajzë e pavarur, e suksesshme, talentuar. Si ndihesh? Ndihesh u si me një forcë të jashtëzakonshme për të ndihmuar ata, për të mbrojtur, për t'u gjendur, për të zgjidhur problemet? E ndihmon familjen apo ata nuk e lejojnë këtë? Jo, patjetër që as nuk pyetet
nuk pytet ndonjë njeri për këtë gjë. Se ndonjëherë ka prindër që thjesht refuzojnë, nuk duan, thonë. Ata refuzojnë ton kohën këtë gjë, po nuk është që Kush sa kënaqësi t'jep kjo në shpirt apo jo, ta mbush zemrën? më jep kënaqësi po edhe më vret. Sa të vjen keq për kohën që ka ikur që s'blihet më. Nuk është që prindërit mi kanë qenë të varfër, a kupton? Kushtet e jetesës kanë qenë nën mesatare. Kushtet e jetesës na kanë bo me përballu një farë situate këgja tron. E maj men sikur sot kur unë kom nis me bu muzik, kur nana jam more florit e veta dhe i shiti për më midhan mu me u bon, a kupton? Edhe i kanë pas 2 shqiponja. Mami një, babi një. Edhe mami jam i shiti. Ja kum ble babit, mamit s'ja kum ble hala. Do t'ja blesh urgjent pas ti podcastit, lutem. Po. Jo mundu me ja plotësuat kutin e shitjeve, po prap ajo shqiponja më ka ngel. Babit ja kum ble për ditëlindje, mamit tu m'ja ble shumë shpejt. Motra vëllezër sa jeni? Jam unë, motra e madhe, kam 2 motra edhe një vëlla. Jemi 4 fëmijë. 4 fëmijë. Po. Me sa vështirësi na ka rit prindrit? Shumë. Wow. Me kena pas një jetë jo të vështirë. U kanë e bukur, pavarësisht sa e vështirë u kanë, se s'ta kalon kur mami me babin me na mungua si gjon t'avelin. A kupton? Nëse kena lyp diçka, na e kanë ofru. Kur kam qenë e vogël, kam qenë këgja intuitive, s'mund të them, po kam një gjuhë shumë kur ata kanë fol. Ata kam pas idenë që unë kam flejt gjumë, unë kam qenë tu i përgjua, kupton? Kurioze për të kuptuar çdo detaj që shkonte ose s'shkonte. Edhe kom ditë që kur kam qenë në klasë 2, që mami dhe babi kanë probleme finance, edhe tash para një kohë më tha babi, a e mon men kur i ke thonë gjyshës ndjes pas, i ka marrë babi bërq ca lek të vllai të xhaxhi jam, edhe unë sa të rritëm kam ja kthy. Edhe thash, wow, si ja kom kthy ala, thash ato lek migjës, du na mi ja kthy. A i ka qenë një shtyllë shumë e madhe për familjen tem. Xhaxhi që e kam në Zvicër edhe një teze jamja që e kam në Mitrovic. Shtyllë tjetër u kanë edhe teza jam që është momentalisht në Amerikë, që na e ka lanë shpinë e saj për me nejt 9 vjet, kena jetu të shtëpia e tezës. Pra varfëria është një mësues i madh për neve. Na jep forcë që të ngrihemi. Ja din vlerën çdo sanit. Edhe këto kur nuk mundesh me e ble, edhe kur i bën lekët pastaj, e pin ma shishëm. Kur i ki, e lën në gjys edhe e derdh. Për mua është shumë e rëndësishme mja ditë vlerën kësajt, e kur ta pish me e shiju, kur ta marsh bukën kur e blen, mja një erën edhe me e shiju. Ose nëse nuk mundesh me e qu dhe në fund, të pak të në merë dhe jepja dikuj që ka nevojë, mëse hidh. Edhe s'ka më mirë sa buka që fiton vetë, sa shijon ajo buka kur e fiton vetë, kur je dirësit vetë, kur ke luftu vetë, kur ke bë sakrificat vetë. Shiko, Jim Carrey thoshte uroj që të gjithë të mund të bëhen të pasur dhe të famshëm dhe të kenë gjithçka që kanë ndëruar ndonjëherë. Ja kështu ata do ta kuptojnë se kjo në fakt nuk është zgjidhja, nuk është lumturia. Çfarë është lumturia për ty? Familja. Muzika. Unë s'menoj që njerëzit duhet më bo krejt të pasur. Unë menoj që njerëzit duhet me pas qaq sa me mujt me i përballu kërkesat që i ka njeriu. Sa ma shumë që nis me fitu, ma shumë fillon me pas uri, për ma shumë edhe nis me haru the track of time, ja nis me haru bukurinë e asaj just për të cilën ti veç që ke fillu. Unë refuzoj me pranu këtë fjalinë e Jim Carreyt, që
me uru që të ketë njerëzit më bëtë pasur. Jo, unë uroj që ketë njerëzit me qenë Jo, pa ai e thot këtë gjë për të përforcuar tjetrën. E pa ka thoj çik me ironi. Me ironi ka thënë që uroj famën, pushtetin, paran, suksesin, e do kuptoni se sa pavler janë këto kur s'kat lumturinë e vërtet për brenda. Atëherë do e kuptoni sa e kot është gjithçka që keni aspiruar dhe keni lakmuar tek tjetri, E kuptova shumë mirë. Kishte konotacione. E kuptova shumë mirë, po prap nuk ja uroj as këtë gjë njerëzve. Jo, njerëzve ju a uroj thjesht atë gjën me e shiu çdo sukses, me e shiu çdo moment. Përpara, kur u bëjke Bajram, vishin njerëzit, e hajshin atë sopën e baklavës, e hajshin një copë tort, vishin të shtëpia për me ta bo Bajram, për hajrë Bajrami. Tani nuk është ma kjo gjëja. Është zhduk. Më mungon shumë koha kur na thoj ke mami, hajde po hypëm autobusit edhe po shkojna te dajt. Ose më mungon shumë koha kur jena mbledh me kushërinjt. Më mungon shumë koha kur jena mbledh me shoqni edhe nuk kena bu muhabete pa lidhje, muhabete biznesi, muhabete lekësh, po kena bu muhabete se qysh do na me kalu nesër një ditë tjetër. Kena bu muhabete se qysh edhe çka na bën të lumtur. Ma nuk ekziston kjo gjëja. Neve kemi disa frikra që na ndjekin si hije në jetë, edhe kur ne dalim në dritë ato janë me ne. Nuk e di nëse ke frikë nga diçka. Jam kurioze të di në mendjen tënde dhe zemrën e artistit, a ke frikë nga vetmia, ke frikë se një ditë ti mund mos kesh forcë të krijosh muzikë të bukur, ke frikë se mos t'ikën frymëzimi, se mos t'ikën zëri, se ke vetminë, ke frikë? Jo. Sa mirë që s'ke frikë. Vetmia më inspiron. Unë s'kam frikë për asnjë gjë. E vetmja gjë që unë kam frikë është Zoti. Veç atina jemi fal. S'kam pse me pas frikë prej njerëzve. S'kam pse me pas frikë prej vetmis, nuk kam pse me pas frikë prej një gjallëse, nuk pse do na me pas frikë. Sa mirë, lumti. Unë as nuk kam frikë që do më humbi inspirime, as nuk kam frikë që do më hiki zone. Ke frikë nga plakja, ke frikë nga vdekja? Jo, do ndodhen. S'kemi ka me ik. As nuk pretendoj që me po të ishte ndonjë ampull apo ndonjë tablet që ta pija dhe të jetoj atë jetën, jo. Unë mendoj që unë kam jetu të njëtën, se e kom bo një legacy, e kom bo një gjë, kom bo muzikën që mendoj që kam jetu në breza. Edhe uroj shumë që mos më ma harru muzikën tem njerëzit ndër vite. Cila është dhimbja më e madhe që ke provuar në jetën tënde? Duke sikur artistët e kanë gjithë jetën të gëzuar me drita, me ngjyra, me vëmendje, me famë, me pushtet, me duart trukitje, me para, me suksese. Dhe shumë pak e din se kur fiken ato kamerat, çfarë ndodh me shpirtin e një artisti brenda që është dhe më i ndjeshëm. Unë mendoj që ka shumë pak njerëz që dinë me na një gjuneve. Mendoj që ka shumë pak njerëz që dinë me na kuptu. Ka shumë pak njerëz që dinë me na kthy përgjigje. Edhe që kjo është dhimbja më e madhe e një artisti. Unë e kom thënë shumë shpesh, edhe do e them prap, dhe do ta them sot jem gjallë, që unë nuk jam njëri normal. Çfarë do të thotë kjo? Jo normal në kontekstin e parë të fjalisë. Nuk jam normal, I'm not usual. Nuk jam si e zakonshme. Nuk jam e zakonshme. Je gifted, ke një dhunti. Tash ajo gifted s'do ta them unë. Po ke një dhunti patjetër, kjo të diferencon, ke një talent, prandaj je spikatur. Secili ka talent për një gjë të caktuar. Më është dhënë nga i lumi Zot për këtë gjë. Ma ka thonë një fjali shumë të bukur Yll Limani. Na thajna ndryshe, thash po. Tha po a dim pse? Tha se na kur krijojmë, tha jemi direkt lidhur tha me Zotin. Edhe sa herë du me shkrujt, sa herë du me kompozu diçka, më bjen men kjo fjalia. Që Zoti po krijon dhe po të përdor ty si instrument për të sjellë një dritë. Po. Dhe përveç kësaj, sidomos e lëm këtë të shkruarit dhe të kompozuarit dhe të bërjes të vjave melodike, edhe kur je të knu, i myll syt edhe ti vashmo nuk je, zhdukësh. Shiko, fama shumë herë themi ne përforcon egon, por shpirtin e trondit, nuk të lë më të qetë, se je gjithkohës në syrin e ciklonit. Çfarë është fama për ty? Si e ke përjetuar famën ti? Shqyqysh Zotit nuk më ka ra kres, më ka ra kokës, kështë me më pau. Gjithçka jam ja ka ardhur gradualisht, nuk është që
më kalon me pasoja. E kom përjetu, kom pas edhe njerëzit e duhur afër. Njerëzit që më kanë menaxhuar atko, Bledin e Max Production. Ai më ka marrë kogja me Komtok. Kom pas edhe familjen që më ka thonë kujdes, se s'ki nevojë me fluturu rreth këto. Edhe e vërteta jam më ka bërë që me pranu famën me shumë delikates. A kupton? Mos me marrë me yrysh. Ç'a ndodhi me mua? Jo, çetso. Pse të pan 2 ditë në televizor nuk do më thonë që e dikushi. E kom ushqy veten me këtë gjë që me najt me Komtok. Je direkt e kuptuar ti, Fifi? Në fillim më ka pas bërë përshtypje se kam qenë për të parave sidomos mas këtyne reality show-ve. Jam kanë e para që jam kam qenë kështu e plagos në tëna andë prej kibernetikës, prej rrjeteve digjitale dhe sociale. Je penduar që bëra të zgjedhje? Jo, absolutisht jo. Ishte një përvojë që të bëri mirë? Për çfarë të shërbeu? Më ka rrit. Më ka rrit në çdo lloj forme. Më ka bonon. Dhe më thonë, unë nuk e dija do kisha sot theu malin, po të mos kisha shku të ai format. Si e lidhi lindjen e bebes edhe mëmsin me atë format reality? Ja ta tregoj unë. Kam shku në Big Brother, kam njoft çunin e hallës të burrit, kam dal nga Bigu, jam taku me të, ai ka qenë me burrin tim, jam njoft dhe kemi përgatit një tavë të lezetshme. Si lindi kënga Diell aty? Ka qenë një moment që ka qenë shumë e ndjeshme kur këndove Diell. Një moment tjetër në Big Brother para asaj nate që më ka ratë fikt. Kom pasë një moment tjetër mbrana shtëpisë. Mas 2 ditëve, diçka e tillë, kërkoja lapse dhe letër, nuk ma jepshin. Kërkoja prapë lapse dhe letër, sepse është sipas rregullores që nuk lejohet me të dhënë lapse dhe letër, sepse pretendohet që kërkon ose transmeton informacion dhe nuk e lejon Biblia e Big Brotherit. Dhe unë qa bona? Mora një karton të getave. Mora një laps të syve edhe ja nisa me shkrujt. Tash kisha një frikë, çka nëse harroj që jam të shkrujt. Atë gjën që e kom, atë vije melodike që e kom bo kry, çka nëse e harroj. Për mos me harru, sepse në një pik të lojës, në një pik të atyne ditëve që jem, rana harron që ki njerëz jashtë. Mendon që gjithçka është vetëm ajo që je aty. Harron çdo gjë. Nuk e di pse, nuk e di a ka ndodhur me të tjerët, po me mu ka ndodhur. Në një pik harron fare që ekziston diçka tjetër jashtë atyne mureve. Dhe unë qa bona? Vën me shku te vllai i madh dhe më i thon, lutem më do ma regjistrosh këtë vijën sepse unë do ta harroj. Unë nisa të betohem pa pikën e strategjisë të betohem për shpirtin e djalit. E nuk e kom pas pikën e strategjisë, bile sa ore kënesha mendojsha që kërkujna nuk po i pëlqen. Po unë prap e nisha. Dielli është, kënga Diellit? Po, për Diellin. E nisha ton kohën, isha, oh my god, kjo kënga, ka diçka kjo kënga. E di që njerëzit kanë me përqafu këtë këngën, po u orkestru siç duhet. Kishe ti kënë mendje kur e këndove? Ato fjalët që buruan në natyrshëm. Veten tënde. Veten tënde kom pas. Duket sikur kërkon një diell, po duket edhe sikur i thua dikujt që sa shumë që don ti dhe dikush po të kupton. Jo, i kam fol vetes tam, fal, pse po don çka të shumë kur kërkush nuk po e kupton çka ti po lyp edhe çka ti po thu. Edhe ka qenë një moment, kam qenë në bar, u bo qielli komplet gri dhe u mush komplet me re. Edhe veç më ka ardhur diellin e kom hup me të dhe vetën. Edhe e kom pas edhe momentin që ashtu që jam një komplet e përhumt. Nuk ndodhshin ato prajmet, veç u akuzojsha nga ata komentust, opinionistat që ju thojnë. Veç u kritikojsha për sjelljen tam, që se kuptojsha pse s'po muna me jetu. Dhe me qise kishte diell ti ndije ftohtë, ti nije ftohtë. S'kishte diell. S'kishte diell, ti po e kërkoje diellin. E kishte mbulu ret, ato ret gri e kishin mbulu diellin, edhe nuk e shifsha diellin. Do ta këndoj pak diellin.
E kënoj. Sa herë kam kënduar atë këngën me zot lart në makinë, sa herë kam bërë tag. E mban mend apo jo? Po, patjetër. U bënja 1 vit e gjysmë kënga ime preferuare vija në çdo reels, në çdo postim në story, edhe dua shumë që ta kem si kujtim nga ky podcast. Po ta kënoj. Do bësh ta provat mirë një herë? Po. Son se këndoj tani si ty këtë këngë, edhe njerëzit janë mësuar me versionin tënd. Do provojmë pak, do mësosh tani ti mos. Do tash versionin e Alketës. Sa bukur. Cover. Dëgjoj ka një pjesë aty në fillim. Në kopshtin e lotëve po t'jegem si e mirë. Po presti me m'ka prej ersire me m'djer. Rrug me gjilpana mi shtru si për her, që ti kur mos më m'prek. Se mirë po bëj ka. Mirë po bëj ka? Hajde ta provojmë mirë. Unë nuk jam e gjykueshme. Jo. Të provojmë tani. Sa shumë e kam dëgjuar këtë këngë. Ua, edhe remixin e pëlqej shumë. Ma i pak muzikën të lutem maestro. Maestro, let's go with the song. A kom faj që s'muj me dashtun kaq pak. A kom faj që s'muj me dashtun kaq pak. A kom faj që s'di me dashtun e më pak. A kom faj që s'rezervohem e pohem skizofreni qall. Djelin e kom hu me to dhe veten, fjallës mi pranon më as kjo letër. Mos me një maftot nga jasht, mos me një maftot nga jasht. Djelin e kam hu me to dhe veten, fjallës mi pranon më as kjo letër. Mos me një maftot nga jasht, mos me një maftot nga jasht. Fjalët mi pranon mu as kjo letër. Mos me një maftot nga jasht, mos me një maftot nga jasht. Se djelin e kom hu me të dhe veten, fjalët mi pranon mu as kjo letër. Mos me një maftot nga jasht, mos me një maftot nga jasht. Çfarë buron nga ty, nga ajo shkëndija që lind një këngë? Si është procesi krijimit një këngë? Ti the që un kam një lidhje me Zotin, atë moment është Zoti që më përdor mua për të krijuar këngën. Po si vjen ai impulsi? Ky është frymëzimi, ky është talenti? Tani këtë nuk di ta shpjegosh, nuk ta shpjegoj dot. Është si të vinë ty nërmen ato fjalët për shkak. Edhe unë mendoj gjithmonë që Zoti më thot thuaj këtë gjë, dhe unë thjesht jem njeriu që kam një aparat goje që flas dhe artikulate që thot Zoti. Mundesh me pas edhe atë skaletën përpara, po prap ti nuk i referosh fare. Nuk rre aty. Ti lundron nëpër fjalë. Pse i gjenti? Si i gjenti? Pra çudi e madhe është, Prandaj as ti nuk je normal. Të gjithë jemi neve të artit pak si kemi nga një vid, kështu që na mungon, na se kena na kena ma shumë. Dëgjoj, dje kishe bërë prova, më the kishe bërë leksione vokale. Ç'ne, why? E kam ashtu, du me fillu tamam me mësu sa gjëra profesionalisht. Se deri tani ke kënduar në mënyrë kështu origjinale, spontane, autodidakt pak. Jo, absolutisht. Ka ardhur një pikë që mendoj që dona me i bë masazh kordave, a kupton? Me i ushtru. Është sikur puna e sportistave që duhet me bë sport për me majt veten fit. Edhe un si këngëtare dona me majt kordat e mia dona me majt shumë mirë. Shiko, sot... Dhe faleminderit Kamila Islam që ekziston. Fantastike, sa e paparë që është. Kam zysh. Dëgjoj, më thuaj në një ushtrim. Më thuaj në një ushtrim çfarë të ka bërë për shembull për të...
Ja bën të gjithë atyre artistët të X Factorit të. Nuk e di çfarë bën kjo gjë. Çfarë bën kjo? Më duket se ngrof kordat. Ngrof kordat, ë? Po. Sa bukur. Është sikur kur bën stretch. Kur bën stretch Të muskujve? Kjo është rast i bën kordave, stretching. Shiko, muzika është treg, po arti është shpirt. Nga e dallon ti një këngë shpirti nga një këngë komerciale? Se të gjithë synojnë klikimet në fund. Ti je këngëtare shpirti. Klikimet vinë si rrjedhoj. E dalloj këtu. Bëhet mornica, ha? Kur është e vërtet, e dalloj këtu. Kur s'është e vërtet, dan. Çfarë tatuazhi ishte ai që zbulova aty? Kjo. Aha. Chelsea. Infinite apo Chelsea është ai? Është infinite, është peace, është dashni, është numri 9, është Chelsea i basit, është Chelsea sol. E ke dizenjuar vetë atë tatuazh? No, e kom gjetë. Sa tatuazhe ke shumë në trup? Ke shumë tatuazhe në lëkurë? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ti që ke muze arti, galeri arti. 10. Po tatuazhi jam më i bukur në trupin tim është ky këtu. Profili idealit, sa e bukur. Ky është tatuazhi sa gjë e bukur që e kam në dorë. Kush e ka bërë këtë gjë kaq bukur? Fani. Do t'ja bëj çik reklamën se merr. Ti ja bësh patjetër, të bëj dhe unë një tatuazh kam vendosur. Fani është the best. Wow. Këtu në Tiranë është Fani? Po. Sa gjë të bukur pas ka bër. Një mrekulli. Është shumë e vërtet si mamaja vet. Edhe është totalisht fytyra e atit, është origjinal fytyra e çunit. Kryevepër. Ke bërë ti tatuazhe për dashurinë lëkur? Po. Po. Çfarë do të thonë ka ajo? Unë e ti. Mirror Effect. Apo kupton? Kur e çet pasqyrën përpara, e lexon unë e ti. Po ndërkohë, kjo është mrapç. Sa bukur. Gjithë fantazi, gjithë ideja, si e normal pra. Nuk je normal. Ja, Fani e ka bo, vallaj. Fani e ka bo dhe këtë? Unë thjesht kam dash me bo unë e ti. Sa bukur, më pëlqeu shumë. Kështu si hieroglifet e Egjiptit lashtë. Ishte kështu si arabisht. Si ja ke dalë ti që përmes këngës të ndetysh në plagët më të thella të njerëzve? Si e mbrin muzika misionin e saj? E çuditshme, është një këngë nuk ecën, një këngë bën namin. Po. E thash edhe çfarë, njerëzit dhe s'ndodh vetëm me ty, ndodh me të gjithë artistët e mëdhenj, Adele, një këngë funksionon, 3 jo dhe aq. Jo, mundën edhe më shumë mos më funksionu. Dhe prap kthehen atë ajo gjëja. Njerëzit e kanë atë cenzorin e të vërtetës dhe jo. Në momentin që ti je i vërtet, ajo gjëja hec, sepse je i vërtet, nuk je tu e rajt, nuk je tu e rajt atë emocionin që e nin. Moment që ti rran rreshtat, nuk funksionon. Është një gjë që të nal, që thot një sekond, pret kujdes. Pse shumë artistëve ju ndodh një moment kështu si blackout, siç the ti, edhe kanë atë shterimin artistik që nuk kanë më krijimtari, ju shteron krijimtaria, pastaj ju ndodh një frymëzim shumë i madh në jetë dhe rigjenerohen, sillin muzikë të bukur përsëri. Ke frikë nga ky shterimi artistik, ke pasur një moment pauze, se shumë artistë pasi suksesit të madh duan një pauzë të gjatë reflektimi. Jo, unë se kom pas deri tani. E kom pas një periudhë që kom dash mos me punu për të tjerët, kom dash me punu veç për vete. Por më ka rezultu gabim. Unë dona me bo për të tjera që me bo për vete. Ashtu, ha? Po. Të frymëzon kjo? Po. Jep dhe merr pastaj. Më sfidon sfida, më sfidon dhënia, më inspiron dhe më jep një far vullnetit pa shoq për me kriju. A kupton? Shumë bukur efekt këtë. Njerëzit që janë të lumtur kur dhurojnë, janë ata që janë receiverit, marrësit më të mëdhenj. Disa shpesh më thonë mu si ja dhe këtë këngën kësaj, si ja dhe këtë këngën asaj, si e bëre këtë, pse? Ore, kur është nis mu kriju kjo gjëja, është nis për Alketën. Unë se marr dot atë gjën që është nis për Alketën, sepse nuk është risku jam dhe nuk doja shoh hajrin. Duhet ne të kemi expectations për të marr back atë që kemi dhënë, domethënë duhet kemi ne pritshmëri për të marr mbrapsht atë që kemi dhënë, apo kur jep thjesht duhet t'japësh pa pritur në kthim. Tani këtu është një gjë e vogël që qëndron. Unë mendoj që s'dosh me pas pritshmëri fare. Këto ma ka mësu jeta, ma ka mësu eksperienca. Dhe më thonë, këto vitet e mia që i kanë qenë kështu,
kom pas prit shumë përpara, kom dhon, kom prit shumë pak. S'ko marr fare, jam zhgënjy. Tani nuk zhgënjej më, edhe them, jep edhe mos e fol. Ose pastaj mos e jep fare edhe as nuk flet njëri për ty. Shiko, duhet ketë kushte për të krijuar një këngë, një artist? Më varet kam disa mënyra se si e nisi një këngë. Po na tregon ndonjë demo që e ke aty tek ato rekordet e tua. Na i tregon se është e bukur kjo. Po, më. Ke ndonjë gjë të bukur aty që e di dhe intuiton që do jetë hit për shembull, që do funksionoj? Po. Ma tregon një armuaj një ekskluzive. Edhe do më gjesh aty tek ato demot që si ke gjetur akoma mama, tek ato bebet e vogla, cila mund të jetë një këngë që mund ta birësoj unë. Prit. Këtu e kam një demo, nuk është demo, po ti themi demo. Kam qenë studio edhe te produksioni ku punojën, te SBS Entertainment, është producenti Qeli Klipa, dhe tani janë të e marrë edhe një producer beatmaker të ri, e qunë e Kamin Zek, edhe ishte të milshut sa demo beats që i kishte punu. Ma lëshoj një afro, çuditërisht, e kishte atë harmoninë sikur ato këngët depresive që unë i kam qef, a kupton? Dhe më ka ardhur një frymëzim i frikshëm në ato sekonda dhe e kom bën një demo, po është me na, po unë do lëshoj vetëm shumë shkurt. Okej. Sepse nuk dua t'ja prish magjin kësaj gjës. Okej. Kupton? Sa e bukur kjo që ka si I adore you. Kjo që nga për të parë adore you. Kjo që nga për të parë perëndimin e diellit në Sazan. Në gjirin e Vlorës duke parë Sazanin ulet shumë bukur dielli aty. Amazing. Ma gje një këngë mua nga ato aty që ke që mund të më shkoj. Po. Për ty duhet të mendoj diçka tjetër. Okej. Jeta jem këtë thënë ti është një këngë që e kam shkruar në një periudhë ku më është dukur se isha e vetme, edhe pse me partner. Edhe pse isha bërë nën. Më duket se postpartumi më kapi pak më vonë nga se u bëre nën. Në këto vargje i ke kërkuar partnerit tënd që të jetë bashkëpunues dhe të tregoj dashuri dhe respekt partneres së tij. Edhe kënga jote ke thënë në një intervistë vjen si një thirrje për të gjithë çiftet e dashuruar të cilët në momente të ndryshme mund të kenë edhe krizë dashurie. Shiko, është e mundur të ndihesh vetëm kur je në një lidhje? Patjetër. Çfarë të mësoi kjo fazë për natyrën e vetmisë njerëzore? Fatkeqësisht këtë këngën shumë pak njerëz e kanë kuptu. Aty kam pas lloj-llojshmëri të emocioneve që i kam hedh në një këngë. Është këngë e çuditshme, patjetër, është e frikshme qik, por ta ajo kënga e kam thonë me shumë delikatesë një periudhë gjatë të errët të paslindjes. Unë mendoj që masi që kom lind, unë kom rilind. Dhe unë njofa me një filloret tjetër. Me një filloret me një përgjësi shumë të madhe, tashmë. Dhe me thonë, nëse para se me lind, unë kam qenë njëri normal, që kom ujtë me bo qa kom dasht, tash nuk me ma me bo qa duon. Sepse duna me pas në men, djalin. Që atina mos mi mungu si fillim kur gjë, pastaj me vazhdu për pjesën tjetër të gjës. E kom pas një periudhë që nisa me pas këgja munges të vetbesimit, e kërkojsha, nuk e gjejsha dot, dhe qa bëjsha lesha fajtor. Derisa e kuptova që kërkush nuk ka pse me ardhë me ta dhënë dorën, dush mu qu vetë. Edhe u qova, i dhash vetës një fuqi. Dush mu qu, me menu, mos mu dorëzu, se si më dorëzu na i herë.
Shiko, duhet të presim të na shpëtojnë të tjerët kur jemi të dobët, apo duhet të shpëtojmë ne veten tonë, është detyra jonë të shpëtojmë veten, është detyrë e gjithë secilit. Tani mirë do ishte të ishte dikush me na shpëtu. Po në rastin që nuk është, jo në rastin tim, se unë e kam, por në rast se ekziston një gjë që të ka ndodhur dhe ki nevojë për me të ndihmu dikush, edhe nuk ndihmon, atëherë duhesh më çu vet. Unë e kom bërë shumë shpesh këtë gjë, nuk është që më ka ndodhur për herë të parë masi që kom lind, po ka qenë një ringritje tjetër, herët 2, që peshojke shumë në granhorin tam. Do me thonë, u ballafaqova me një realitet tjetër, me njerëz mos mirënjohës që kisha pas për rreth vetës, me shoqëri fals që kisha pas rreth vetës, që s'm kishin dashur për ato që jam kanone, po për ato që kam qenë unë. A ishte dashuria për ty shpëtim për të kthyer tek? A thash sakt këtë gjë? Prit. Nuk më kanë dashur për atë që jam unë, po për ato që kam pasun. A kupton? Kuptoj. Edhe kjo më ka shqetësuar shumë. Pastaj automatikisht ndodh kjo gjëja që mundosh me gjetë fajtor, edhe fajtori i parë që ti e fajson është partneri që ke në krah. Edhe ti janis me stresu partnerin që ke në krah, shumë a shumë sa që e meriton partnerin krah. Nashta ai për një me nuk do të bëj kur gjë, nashta është aty, po ty duket sikur s'është të bëj kur gjë, sepse ti je vërbu prej asaj smirës që të kanë ushqyer të tjerët. Dhe kur kom dal prej asaj këngë, kom thonë, s'kan faj njerëzit që se kuptojnë atë këngën. Dush me kanë shumë thellë për me kuptu atë këngën. Shiko, mendon që shumë e vështirë ti tosh me një grua artiste si ti? Për një burr? Jo, nuk është lehtë. Absolutisht nuk është lehtë. Nuk është lehtë. Unë kam këta kërkesa idiote ndonjëherë. Të tipit? Jo kështu, nuk kam kësi, dua këtë, dua atë, nuk kam kështu kërkesa. Kam nevojë të jem vetëm, dua të dal xhiro me makinë. Janë ca gjëra që si bën do të kërkes më, sepse pavarësisht që a disin e kam shumë open-minded, a kupton? Prap, janë ca gjëra që nuk ta lejon marrëdhënia siç e kemi të ndërtuar konceptualisht në kokën tonë, a kupton? Që nuk ta lejon ti me boca kërkesa të pallogaritshme. Si e përjetove ti dashurinë për Adisin dhe the ky do jetë shoku i jetës time me këtë njeri do martohem, do riprodhoj veten time në një version tjetër më të mirë? Thjesht e kam ditë. Shumë e mençme dhe shumë e ditur dole ti, mos je shpirti vjetër old soul që ke bërë ca xhiro dhe ke ardhur ditur këtu. Unë mendoj që kam këtë jetë, kam jetë të tretë. Ashtu mendon, ë? Kështu mendoj. Sipas numerologjisë edhe kështu më ka dalë. Si e përkufizon ti si artiste, po dhe si fifi dashurinë? Dashnia është bekim. Nëse s'de me dashuru je i mallkum. Çfarë i bëri dashnia jetës tënde? Edhe jetës personale, edhe jetës artistike. Dashnia mu më qenë në stas tjetër, më qenë në tjetër dimension. Më çon në një majmale të bukur ku ke qenë, në një lartësi kështu të bukur ku ke qenë me të dashurin e zemrës tënde. Dua një kështu imagjinare. Jo, dua të vërtetë, dua real. Ma bëj një reale, një imagjinare, një që e ke ngjitur dhe një që do doje ta mbërrije me burin tënd të jetës. Që e më bukur që kam kujtim nga Adisi është djali jam. Dita kur unë kam qenë të dhonë një jetë, do më thonë kam qenë të e sjell një jetë, dhe ai që ishte të mama e dorën. Kjo është kujtimi më i bukur. Është piktura më e bukur. E krejt këtij 3 vjeçari e gjys që jam me Adisin. Momenti kur e kam sjell Theon një jetë. Po momenti më i vështirë me të cili ka qenë, ku përsëri keni dhënë dorën njëri tjetrit, njësoj se të ditë kur sollet një djalin. Kena pas shumë momente. Po momente që nuk du me i përmend, sepse refuzoj me e përmend të keqen para të mirës. Si e sheh botën ti tani nga sytë e Teo Mal? Tura ma e bukur. Kam jetu kot deri ditën që ka ardhur Theo në jetë. Kam jetu totalisht kot. Ma ka ndru komplet diapazonin. Ma ka ushqy mendjen edhe më ka dhanë shumë dritë në jetën tem. Është, të më thonë, unë qona të menu për të, flaj të menu për të. Shiko, do të ndodhë një ditë që kur Teo t'jetë 18 dhe ti të mos jesh kaq vjeç sa ai ta shikoj këtë intervistë, edhe do shikoj Fifin.
E cila do ketë në një fije të bardhë më shumë flokë në një rrudh më tepër në portret. Çfarë do kishe ti shumë dëshirë ti thoje sot që ai ta dëgjonte kur ti ishte 18 vjeç? E dua kështu në formën e një Bible, siç ke pasur Biblën e produksionit tek ai reality show, ti thuash djalit Biblën e nënës vet për jetën e vërtetë që e pret, për jetën reale. Se duhet mësuar me ligjet e botës, çdo fëmijë që sjellim në jetë. Theomal. Ti tash je rrit. Je adoleshent. Inshallah bosh burr. Po burr me namus. Burr që kur të folsh me të pas fjala pesh, e me të zan fjala ven. Ko me mundu shumë deri këtë ditë që ti jetoj në gjuk të intervist me të bo burr. Inshallah s'ko me bona i gabim. Inshallah ko me mujt me të bo burr, edhe me ma nderu ftyrën mu e babës tënë. E me pas emnijot një super pesht madhe. Ku do të dënë mami shumë, mas shumë tim pot. O zot sa bukur që e ke thënë. Nuk di sa bukur e ke thënë. Çfarë do të thënë që një nën të ndihmoj një djalë të bëhet burr i vërtet, që ti ketë fjala pesh? Çfarë është burrnia për ty? Respekti që ti mas pari ke me pas për partnerin tënd që ke me pas në krah, respekti që ti ke me pas për prindrit, respekti që ke me pas për motër vlla, respekti që ke me pas për gjyshrit, për kushërind, për rrethin që ti e ki vërdall. Burrni edhe me të zonë fjala ven, edhe me pas fjala jo të pesh, dhe me thonë sjellja që ai ka me pas. Mos me u dë kështu si skuth, a kupton? Po me pas qëndrim. Është shumë e thellë fjala burrni për mu. Qëtash ti nuk jam të i gjetë fjallë të dura, e nuk po du me prish në i sen. Po, unë thjesht dua ta uroj shumë që me ditë me bo burr. Do të bëj disa pyetje tani për pamjen tënde fizike që është shumë elegante, je shumë bukur. S'dukesh fare si mami e lodhur një bebe të vogël. Dhe dëgjoj, trupi i ne vajzave është një fushë betejë, ndodhin shumë transformime gjatë jetës, ë? Edhe ti e ke transformuar shumë, gjithmonë ke qenë e bukur, gjithmonë ke qenë shumë e vërtet për mua, shumë ke pëlqyer. Edhe kur ke pas ato gërshetat pak kështu si R&B pop star, hip hop, ghetto. Jau. Shumë e bukur ke qenë. Pak si Whoopi Goldberg tek filmi The Ghost, shumë të flokët e lezetshme. Pak si Mary J. Blige. Ke pasur ti beteja me trupin tënd? Patjetër që po. Patjetër që po. Kam pas. Kam qenë shumë e shnosh. Jam dopsu. Kam qenë 71 kg, kanë thonë dush mu dopsu, nëse do mu botit dikushin njet, jam marrë në Shqipni, jam trash, jam bo fife, më kone pandemi sa është fif, dush me janis më marrë me vete, se kisha problem me hernje, kam hernje diskale, edhe pash që duna mu marrë me vetën tem, më tha fizioterapisi, po nuk janis e mu marrë me vetën, mund është me rreziku në diçka larg qoftë, ma të ranë, ja nisa me majt diet me ushqimin, nisa me bo ushtrime me peshën e trupit, ja nisa mu marrë me vete, ja nisa me më pëlqy vetja, ja nisa me dasht vetën, ja nisa me respektu vetën, ma shumë sa që e kom respektu. Pastaj isha shumë mirë, me ta shtatzon, shtova kilogram, linda, nuk e kom pas fare kompleks, e dashurojsha çdo centimetër të vjamit që e kisha në çdo pjesë të trupit, e kom dashuru. Derisa ardh prap momenti që veç pak prit se feb të shmuqu edhe mu marr prap me veten, sepse filloi prap ajo ngarkesa e hernjes. I ke dhënë qumësh gjiri djalit? Po, 6 muaj, 5 muaj e 2-3 javë. Pak para se me bo 6 muaj, ma la. Po ma la fiks në periudhën kur nisa me i dhanë ushqim.
Po kur e kapte ndonjë virus në temperaturë, kush rinte në atë zgjuar? Pas tani sfundi ka pas këto probleme me virusin edhe me temperatura me gjëra. Patjetër që mami. Patjetër që mami. Shiko, fama e kërkon shpeshherë këtë stereotipin e një figure të kuruar, ti je shumë autentike, vajzat ndërkohë me këto standardet e bukurisë janë vendosur nga filtrat dhe aplikacionet që ta transformojnë dhe na bëjnë më simpatik, më të këndshëm, janë gati të obsesionuara, vajzat vogla të reja që bëjnë ndryrje estetike sepse janë krijuar modele tani që ato mendojnë janë versionet e grave që tërheqin vëmendjen e burrave. Ke ndonjë mesazh për vajzat e reja që do t'ia thuash ti, një njerëz që i ke përqafuar shumë bukur në fakt, imperfeksionet e tua? Unë mendoj që secila për para e kom pas një farë mendime që femra du të menajt naturale. Tani më ka ndryshu mendimi. Nashta me vjet janë nis me menu pak ma ndryshe. Me mosh janë nis me menu pak ma ndryshe. Unë menaj që çdo njeri në botë du të me bo atë çka ai e ndjen ta bëj. Jo me egzageru. Po nëse duhet me kuru diçka, pse jo? Unë për vetë nuk kam prek në fytyrën tem kur gjë. Po ky piercing që ke bërë këtu? Piercing është kështu. Është që lëvizet, hiqet dhe vjet? Se po mendoja tani kur të putha ja di si e pengon kjo? Apo e heq ti? Jo. Pse ta heqim të rreziku? Mendova që është shumë portativ. Çfarë thonë mikro, po jo, tash do ta shkrim Google nomin, no? Jo, jam shumë kurioze tani të kuptoj se çfarë ndjen një burr kur puth një vajzë që ka buzët me piercing. Ta marr telefon pyet. Mendoj që po. Merret lutem. Jo. Nuk e shqetëson fare kjo, nuk e shqetëson kjo gjë që keti këtu. Jo, absolutisht. Bile çdo sens që e bëj, e diskutoj me Adisin edhe nëse do t'i shkruaje vetes tënde një letër sot, që do doje ta lexoje sa herë që ndihesh e dobët, për të mbrojtur nga bota, nga paragjykimet, nga mundësia që jep botës që të të lëndojë, sepse i njeri publik dhe ata kanë të drejtën aty pas ekraneve të shtypin taste dhe të shkruajnë çfarë të duan. Çfarë letre do t'i shkruaje Fifit? Pret. Hajde, fillo shkruaj tani dhe lexoje. Po do çuditesh. Jepi. Ua, ma kthe se iku. Mos u tut. Shumë bukur e ke thënë. Po ti s'ke frikë, ti më the që s'ke frikë nga asgjë. Kush e di mas se do filloj të kem. Shumë bukur. Mas sa vjet vëm tha. Së vura ko, po më ke kujtuar një histori Still Ellis, është një roli jashtëzakonshëm i Julianne Moore, e cila vuan nga Alzheimeri dhe kupton që i fillojnë ato shqetësimet e para dhe çka nëse nesër filloi të shkruan të gjithë gjërat. Çka nëse nesër mund që të kujtoj. Jo, vetëm gjë që s'do i uroj asnjëri, o zot sa frikë kam të mbas kujtesën, harresa është gjë më e tmerrshme për mua. Për çata mos u tut. Veç mos u tut. Mos u tut. Mos ki. Ti duhet ta bësh këngë, edhe këtë këngë do ta këndoj unë. Po. Mos u tut. Nëse shpirti yt do të kishte ngjyrë, çfarë ngjyre do kishte sot? Bëj pak pyetje çuditshme unë. Kuqezi. Kuqezi, ha? Bukur. Nëse do ishte vetëm një fjalë në këtë botë, cila do ishte ajo fjalë që të përfaqëson ty? Ua. Që më përfaqëson mua. E ke shumë të bukur këtë pamje në fytyrës, shumë pëlqen, shumë të ta imitoj. Kjo është tamam pamja e një vajze ndërmtare, të ëmbël të bukur të mirë. E the ti. Janë sytë e mi që të shikojnë kështu, po jo vetëm. Ndërmtare. Ndërmtare. Bukur. Nëse do kishe mundësi të vendosje një ligj universal në këtë botë, cili do të ishte ai? Me dasht më shumë. Nëse do doje ta ratiseshe larg dritave, larg mikrofonit, larg muzikës, ku do shkoje për të dëgjuar një muzikë tjetër dhe për të rishpikur veten? Më thuaj një vend në këtë planet. Diku në mal. Me naj mal, s'ka rëndësi ku, thjesht në mal kisha shku. E dashuroj atë frymën e pemëve të malit. E dashuroj ata zot që cicerojnë edhe bilbilat që kënojnë. Kur zgjohesh mëngjes, edhe ato cricket. Kur. I dashuroj kur qonë mëngjes, edhe ndarket që kënojnë kështu. Më inspirojnë. Atë hanën e bukur që mundesh me pa në 30 ditë, prej kur është e re deri sa të mushet edhe prap bëhet e re. Shika, unë kam intervistuar shumë personazhe këtu, nga politika, nga biznesi, historitë personale. Artistët kanë gjithmonë
bot kuptim tjetër, janë ndryshe, janë different, për këtë janë special. Unë të uroj që gjithë jetën ta kesh art, edhe kështu në thjeshtësinë dhe vërtetësinë tënde të jetosh emocionet më të bukura. Shumë faleminderit. E meriton. Shumë Je një artiste mrekullueshme dhe unë të dua shumë ty. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që e pata mundësinë me u intervistu prej Alketa Visiut. E kom pas ëndër me të pa live. Imagjino me më intervistu. Qa po thumë Fifi? Për zotin. Vërtet. Për zotin. I love you. Kam qenë shumë e vogël kur ti ke dal mas pari me muzikë në skenë. Nuk në zgjohem, pos më pute ti të ndalet. Të shësha në televizor edhe dilësha. Pastaj, kur ke fillu me X Factor, me gjëra, unë isha një fonsa, kupton? Thesha, sot, pse nuk jam unë qaty? Me pa live edhe me prek. Ja, ne do këndojmë tani një dëshirë që kam shprehur unë para se të ftoja në këtë intervistë, këngën Marova, dhe unë do ta kuptoj tani pse unë nuk jam do ti, sepse ti je ti dhe unë jam unë. Dhe unë s'bëhem do ti dhe nuk e bëj dot është shumë e dallueshme dhe e kuptueshme pse ti ajo që je. Se unë do këndoj një Marova me zërin tim të vogël, po me shumë dashuri, dhe ti do këndosh Marova me gjithë pushtetin e talentit që ka një këngëtar i vërtet. Prandaj unë u zgjodha që të jem këngëtare, zgjodha të bëj këtë tjetrën, të bëj muzikën time me fjalët. Do më japësh kënaqësi që ta këndoj Marova bashkë? Me shumë kënaqësi. Në kopshtin e lotve po t'jekem si e mjerë, po presti me m'ka prej errësira me m'zjerë. Rrug me gjelpana mi shtru si për herë, që ti kur mos me m'prek. Që ti kur mos me m'prek. Se Marova mas teje u tërbova, mas teje vetën harova, mas teje prek ma shpirti nëse do ti theje. Se Marova mas teje u tërbova, mas teje vetën harova, mas teje ti veç pak t'kishe bo mas meje. Zemra e lodhun pa gjak vol shovner, presto më thua shto dua një her, gati të lëndohem se prisja najher, kush di bjen mu më nje. Kush di bjen mu më nje. Se Marova mas teje u tërbova, mas teje vetën harova, mas teje prek ma shpirti nëse do ti theje. E Marova mas teje u tërbova, mas teje vetën harova, mas teje ti veç pak t'kishe bo mas meje. Prek ma shpirti nëse do t'i theje. Se Marova mas teje u tërbov. Dëgjoj, mos e kisha që po mirë para të ekon se kontrolloj më mirë zërin, se kjo eko më bëri tani mua kështu si u bëra sonte. Kemi dasëm, to martojmë Alketën. Hajde moj Alketa, tu ndebeli në sorkave. Tu ndebeli në sorkave. Unë Alketa që del bel nuk kam fare. Fare, moj fare. Sonte kemi dasëm. Do martojmë Jonidën. Hajde moj Jonida. Hajde moj bukuroshe. Hajde për shoqnin e Randrit. Do të bëjmë i gati të presim krushqit. Sonte kemi tasëm, të gjithë të festojmë, djalin më të bukur, sonte do martojmë. Hopa moj Renato, hopa moj Antonio. Ti është si zënë akullnaja më duket më kjo.
meni ma ftohet nga jashtë. Mos meni ma ftohet nga jashtë. Kaq. Natën. Natën e mirë. S'kam zo. Në habite fare, në habite mu Alketa. Natë në mirë dhe më takofshëm kaq për sot, u kënaqëm.